Rreth 40 ndriçues të kursisë së kraut të djathtë të bajpasit të Shkodrës nga rreth rretullimit të 5 herojtë në vazhdim në një gjatësi rreth 1 kilometër janë dëmtuar masivisht. Siç tregojnë dhe pamjet filmike, të gjithë ndriçuesit qëndrojnë të varur në kablo elektrike, duke bërë të rrezikshme për qarkullimin rrugor. Këto dëmtime të kohëve të fundit mund të kenë ndodhur si pasojë e stuhisë që përfshiu zonën e Shkodrës. Megjithatë, fakti mbetet se sistemi i ndriçimit të bajpasit nuk funksionon dhe ndriçuesit rrezikojnë të shkëputen e të përfundojnë në rrugë. Ky dëmtim i kohëve të fundit i shtohet degradimit të mëparshëm të 10 ndriçuesve të tjerë, nga të cilët tashmë kanë mbetur vetëm shtyllat ku ishin të instaluara. Një total bilanci i dëmtuar arrin deri në 150 ndriçues të shkatruar, duke treguar qartë gjendjen alarmante të sistemit të ndriçimit të bajpasit. Ndërkohë mungon interesimi për mirëmbajtjen e kësaj vepre, përgjegjësinë kryesore për të cilën e mban autoriteti rrugor, që ndjek kontratën me kompaninë e mirëmbajtjes së rrugëve kombëtare. Bajpasi i Shkodrës me gjatësi rreth 5 kilometra është një segment mjaft i rëndësishëm i aksit rrugor Tiranë-Shkodër-Hanihotit dhe Anësjeldas. Megjithatë, kujdesi dhe mirëmbajtja e vazhdon të jetë i papërfillshëm. Degradimi i sistemit të ndriçimit dhe mungesa ndërhyrjes për të ndaluar këtë dëm ndaj pasurisë publike me ndikim të drejtpërdrejtë në sigurinë rrugore dhe imazhin e qytetit të Shkodrës dëshmon qartë se një nga veprat më të kushtueshme të infrastrukturës rrugore në vend me mbi 1.7 miliard lekë të reja është lënë në mëshirë të fatit.